përfundim që shumë objekte infrastrukturore ndryshme për periudhat të tëna kohore në atë territor që sot është diskutabil e ka menaxhue Kosova. Kosova ka menaxhue me rrugën. Kosova e ka ndërtuar rrugën. Kosova e ka shtru asfaltin. Kosova e ka mirëmbajt rrugën. Kosova e ka bërë ato projekte për rrugën. Kosova e ka kontrollue atë territor deri me datën bazë një shkrese që kemi deri me datën 12 pare 2009. Dhe kjo është një shkresë zyrtare nga ana e policisë të Kosovës. Kur, për herë të parë, nga pala malazeze, kërkohet që kompanitë tona, tashetutje, mos shkojnë me pastru dhe me mirëmbajt atë rrugë, cilën e kemi mirëmbajt mëse 67 vite. Domthonë prej 45-ës deri në vitin 2000, në janarin e vitit 2009. Kur i shohmi gjitha këto, edhe një serë çështjes tjera, po thëmë të kontrollit efektiv, të cilat do t'i paraqesin kolegët me Socialistë Autonome të Kosovës, po flas për Krajinën Socialiste Autonome të Kosovës dikushme, nuk është identike me vijen kufitare të cilën e ka prodhue Komisioni Ynë Shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufijve shtetëror. Prandaj ju kisha lutë që une nuk dua ta zgjas më shumë, sepse do t'ja u kaloj fjalën kolegëve, e tha kryetarja e komisionit, ju kisha lutë edhe juve, kolegë të respektuar deputet, që pyetjet tuaja të lidhen drejt përse drejti me raportin. Le t'jenë pyetje profesionale, ne të gjitha pyetjeve tuaja profesionale do t'ju përgjigjem me kompetencën dhe mundësinë tonë. Pyetje politike mos na shtroni, sepse nuk jemi komision politik dhe t'jeni të bindur që në pyetje politike nuk do t'ju përgjigjem. Pyetjet politike në çështjet juaja janë çështje të Kryeministrisë Kosovës dhe ju kisha lutur që çdo gjë që lidhet me politikën kurse na sa të keni mundësi, ndërsa në aspektin profesional mos na kurseni, domthonë çdo gjë që mendoni që është e vlefshme për më sqaruar, më dhënë sqarimin juve, ne jemi të gatshëm me çdo mundësi dhe çdo kapacitete që kemi. Faleminderit shumë. Edhe vetëm para se më ja kalu fjalën anëtarëve të tjerë të komisionit, zoti Bulliçi, deputetëve të Kuvendit të Kosovës ne nuk mund t'u ndalojmë as t'i mësojmë se për çka të flasin e për çka të pyesin. Ata natyrisht ndihen të lirë, ishte vetëm rekomandim i imi në fillim që edhe për hir të kohës edhe për hir të sqarimit të çështjeve që janë ngritë në raportin e juaj, të kemi pyetje sa më precize, mirë po t'jeni të sigurt që pyetjet tona kryesisht, me qenë se e kemi shqyrtu këtë tematik, sidomos disa prej nesh për një kohë të gjatë, do të lidhen me raportin e juaj. Kështu që nuk ka nevojë as nga ana juaj të përcaktohet anëtarëve të komisionit tematika për cilën pyesin. Nëse ju nuk dëshironi të përgjigjeni për tema që ju i vlerësoni si politike, atëherë është çështje juaja. Kështu që mundet me vazhdu kushdo që e ka prej anëtarëve. Faleminderit për këto sqarime kryetare, vetëm edhe një herë po i përsëris. Ne do të kursemi nga përgjigjet politike, ndërsa pyetjet profesionale gjithsesi do të. Natyrisht, domethënë ju vendosni a doni të përgjigjeni apo jo në pyetje, mirë po anëtarët e komisionit, si çdo herë deputetët sipas kushtetutës kanë mandat të lirë dhe jo detyrues, dhe natyrisht që kanë të drejtë të pyesin çfarë të dojnë. Por unë jam e bindur, meqense kemi diskutuar këtë çështje një kohë të gjatë, që do të fokusohen pikërisht në ato që ju i keni mbulu ose si keni mbulu në raport, por ne mendojmë që duhet mbuluar. Urdhënoni. Profesor Zena do të jap aspektin e drejtës ndërkombëtare, të analizës materiale të kushtetutës. Ndërsa kolegu Basholli do të mbuloj pjesën kadastrale, ndërsa Florimi do të mbuloj pjesën e kontrollit efektiv edhe aspektin gjeografik dhe topografik. Zonja kryetare,
zonja deputet, unë jam njëri prej atyne që relativisht herët jam prononcu në lidhje me këtë marrëveshje. Unë e kom folë disa muj para se me unë nënshkru marrëveshja. Në atë moment kur kom kuptu se diçka është u bo, për çka unë e kom mendu se nuk është korekte, unë e kom thonë. Kom përshtypje se ka shku në vesh shumë. Në pas asaj unë e kom vazhdu me folë. Për arsy që unë e besoj pjesa e madhe i kuptojnë. Nuk ka çështje më të rëndësishme që para këtij vendi, para këtij populli që është parashtru në këto dekadat e fundit se çështja e kësaj marrëveshje. Unë për hir të vërtetës jam kufizu në ato që përbëjnë deformim profesional për çështje të cilat i referohen ose kanë bëjnë me drejtën ndërkombëtare. Ajo që kam vrejt e që është e pa diskutueshme është se në këtë rast është bën një punë në mënyrë të jetë jo profesionale, të jetë pa përgjeshme, të jetë gabueshme. Kur e tham këto, e kam parasysh diçka që kryetari jonë tha. Neve e kemi pas një komisioni i kaluar, që shpesh edhe e mërtojnë komisioni Meha, i cili është emëru nga kryeministri Hashim Thaçi në vitin 2012, sakt me 21/3. Në vendimin për emërim të këtij komisionit, thuhet se kompetencë e tij është shënimi dhe mirëmbajtja e kufirit shtetëror. Shprehimisht, vendimi tjetër nga kryeministri i mëvonshëm, Isa Mustafa, i marrë me 8/5/2015. Gjithashtu, i vazhdohet mandati i anëtarëve të Komisionit Shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror. Do më thonë, këto dy vendime është sakt e përcaktume e sfera ose fushveprimi i këtij komisioni. Edhe këtu unë e besoj se nuk ka kurrë që duhet me shtu. Problemi ka qenë se në punën e këtyre, këta që nga fillimi janë ishu në një punë që nuk ka qenë punë e tyre. Drejtësi thojnë kryrja e punëve e personave të pa thirrur, të punëve tjera. Edhe kjo është ajo që përfaqëson defektin ose shtrembërimin më të madh. Momentin kur ka fillu punën komisioni i përbashkët me Malasez, është pa qartë se dy komisionet kanë fush veprim ndryshëm të mandatuar, ose janë të autorizuar me punë të ndryshme. Në gjitha proces verbale, edhe në gjuhën shqipe që janë bo, edhe në gjuhën malazeze, ose sërpokrate, ju e kini e emërtimin e komisioneve. Pa e lexoj e në fillim në gjuhën malazeze. Državna komisija za obeležavanje i održavanje državne granice. Kjo është për komisionin tonë, Republikës Kosovës. Do me thonë, në gjuhën shqipe i vjen komisioni shtetëror për shënimin dhe mirëmbajtjen e kufirit shtetëror. Në emërtimin e komisionit Palës Malazeze, Komisja za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice. Do me thonë, e këta kanë ardhur me një mandat tjetër, me caktu kufi, me bo kufi, jo me shënu kufinin.
edhe këto e kini ju në gjitha proces verbalet. Për hir të vërtetës do me thonë se në proces verbalet në gjuhën shqipe razgraniqenje, fjala razgraniqenje është përkthy demarkacion. Kjo nuk është demarkacion, unë e besoj kushdo që e njeh fare pak gjuhën sërbo-kroate e që mundet me konsultu. Çdo punë është caktim i kufirit, nuk është shënim i kufirit. Do me thonë, këtu në përkthim është bo gabimi i pastër. Edhe në atë moment, kur delegacionet jojnë taku, është desh si mbas rregullave drejtës ndërkombëtare, me shkëmby plot fuqit, është një procedurë lidhje në marrëveshjeve ndërkombëtare, që me rastin e takimit parë, delegacionet i tregojnë plot fuqit autorizimet palës tjetër. Nëse jojnë bisedime dy palëshe, atëhere këto i këmbejnë, do me thonë supozimi neve ju japim autorizimin tonë, plot fuqit tona, ju një japim jujat, edhe ne i shishojmë a jojnë ato në formën e duhur. Nëse jojnë në formën e duhur, ato tregojnë se prej ati momentit mundet me fillu puna. Ajo që unë e kom vrejt, këtu edhe ne që kem vrejt, që kem konstatu, del se delegacioni jonë edhe i malit si nuk kanë pas plot fuqi. Këta jonë mjaftu me tregu se jonë komision për këto edhe për këto. Në atë moment, delegacioni i jonë, kur ka pa se mandati i palës tjetër është diçka tjetër, unë e besoj se ka vyt mu tërhjek, mi ndërprej bisedimet edhe me kërku, ose autorizime plotësuse, nga këta që ju ka njerë, ose me thonë se na për këto nuk jemi të tirun edhe ne s'kemi qka bisedojmë. Kjo është ajo procedura normale. Nuk është vepru kështu. Ajo që fatkeqësia më e madhe është se në punën e komisionit tonë, në komisionin e malitësi, është nis nga një presumpcion që nuk është në pajtim edhe me plot prononcimet autoriteteve tona, për shkak se autoritetet tona e kom parasysh ministrin e punëve të brendshme Regjepin, e kom parasysh ministrin e punëve të jashtme Hoxhaj, edhe ndo një tjetër, çdo herë është thonë se vi kufitare midis Malitësi dhe Kosovës ka, këto jojnë vijat administrative që kanë ekzistuar, që i kanë dalë gjitha njësit federale të ish Federatës Jugoslavisë, edhe që jojnë përcaktuar në vitin 1945 nga komisioni njoftun i Gjillasit. Në bas asaj, këto jojnë konfirmu edhe disa herë, neve shpesher si pik referimit e ke marrë kushtetutën e 74-shit, kushtetuta e 74-shit nuk thot ku jojnë kufit, thot se kufit nuk mundën më ndryshu pa pëlqimin e parlamenteve të njësive federale. Kjo është, kemi përmend Pakon Ahtisarit, kemi përmend Komisionin e Batinterit, kemi përmend marrëveshjen e Kumanovës, kemi përmend edhe s'dise çka tjetër. Natyrisht, këto që kanë qenë për ne transishme është se me Pakon Ahtisarit është caktuar se vija kufitare ndarse midis Kosovës edhe Malitësi edhe njësive tjera kanë me qenë sikurse që janë me datën 31 dhjetor më duket vitit e 1988. Deri atëherë, për sa dihet, që është e pastër, është se nuk ka pas ndryshim vijave kufitare nga ato që janë përcaktuar në vitin 1945. Është një vijë që pagës tash disa e përmendin për me na friksu neve, se një ndryshim i kufive të Kosovës me Republikën e Serbisë është bon vitin 1959, është kur Leposavishi edhe Leshaku ju kanë bashkangjit
Kosovës. Edhe tash disa dojnë me na friksu, po na tash nëse këtu insistojmë, atër munden edhe ata me insistu. Nuk munden me insistu, se ky transakcion është bon pajtim me regullat kushtetuse të asaj kohës, nuk ka nevojë unë ndoshta me ju spjegu, me ju spjegu, edhe kush kanë qenë personat që e jojnë angazhu, për çfarë arsye jojnë angazhu e tjera. Do me thonë ato kufi që kanë qenë në vitin 1959, edhe në pas 59, si të dhe 74, si tjetë, nuk kanë lëviz. Ajo që është me keqja në krejt këto, është se këta edhe kur jënë shumë e bo një punë që s'kanë guzu me bo, edhe që me regula normale bile kishme mujt me qenë rrethan që kishme nëzit kërkimin e përgjithësisë ndaj atyne që bojnë punë pa thirrun edhe të pa autorizume. Është se është pranu një kriter që nuk është i njohur në drejtën ndërkombëtare. Këta kanë pranu që ndarja territoriale midis Kosovës edhe Malit Zit bëhet në bazë e kritereve katastrale. Disa sot unë e shoh tu përpjek pak edhe me na nashtru neve, po të marë. Me thonë se katastri është pranu në krejt Jugoslavi si kriter. Nuk është e vërtet, ai që thot ai është tu gëny. Kush do qoftë? Se është kështu, unë e përmendi. Problemi kryesor midis Serbisë e Kroacisë është ndarja, a është simbas dijave që ka përcaktu Gjilasi, që është lumi Danub, natyrisht kur është lumi lundrushem janë kriteret e drejtës ndërkombëtare, a është katastri që pretendojnë kroat, edhe që thojnë se këpojnë Austro-Hungarisë, ata i pas kanë pas do to kanë lindje, natyrisht ata kanë lindje Danubit pak ma shumë toka, se që kanë sërt në përëndim, edhe thojnë këto me pa. Nuk është gjithë problemi atje, problemi është i hapë, është diskutu shumë, unë e di 2-3 president Kroacisë dhe ministra punëve të jashtme, tu përfshi edhe kontra në Serbi atje, që kanë thonë nëse s'munde mu marrëvesh, e aqik nuk po munde mu marrëvesh, në ndoshta kemi ju të rejtu arbitrajit. Do me thonë nuk është. Nuk është katastri kriter midis Kroacisë edhe Malit Zit në prevlar, që është pika relativisht me rëndësishme e ma diskutabile. Nuk ka qenë midis Kroacisë e Bosnës e Hercegovinës, edhe nuk është e vërtet edhe midis Slovenisë edhe Kroacisë se katastri ka qenë kriter. Nuk është e vërtet, këtu mundet unë e besoj Florini ka me ju të regu juve një hartë, një avioincizim atje, e shifni ku via kufitare shkon në për parcela të individëve të ndryshëm e tjera. Do me thonë, kjo është. Ajo që është plotësisht e pastër, që unë shpesher e kom përmend edhe kom insistu. Për shkak se malazest e kanë përdor pak dobësin profesionale, po pak edhe ndoshta diçka tjetër. Edhe këtyre tonëve i kanë vu kushte, cilat unë besoj kur kushi normal nuk kishmi i pranu. Kushtet kanë qenë se ju duheni mu deklaru se katastri është i vetmi edhe kriteri kryesor për ndarje midis shteteve. Edhe diçka tjetër jo në kështu, unë e kom dokumentin e Malit Zit, muj me ju lexu, për shkak të kohës edhe për shkak mirë natyrës këtij tupimit nuk pa e përmendi, po këto janë dokumentet këtu. Edhe këta kanë pranu. Ku e kanë gjetë këta katastrin? Se është i vetmi kriter edhe kriteri unik edhe ma i mirë. Unë e mujme ju të regu, nuk e kom të shatë. Shato që me drejtë ndërkombëtare ju në marë gati gjithë shekulli, edhe se gati nuk ka tekst të rëndësishëm drejtës ndërkombëtare, po ju thamë, jo që shpendon ish kryetari akademisë se po du mi u shqit mend juve, se po di shumë. Po prej Universitetit Adelaides, që është pika ma lindore e botës atje, deri të Universitetit Santiago de Chile, nuk ka tekst drejtës ndërkombëtare që thot katastri është kriter për ndarjen midis shteteve. Një tekst e kom gjetë nga gjitha këto anë mbak botës që jojnë, që thot mundet me qenë kriter plotësues. Kriteri normale jojnë kriteri geografik, që nën kupton edhe kriterin strategjik, kriteri etnik, që është shumë i rëndësishëm, që fatkeqësisht shpeshherë nuk respektohet, kriteri social, kriteri ekonomik, kriteri
i komunikacionit e tjera e tjera. Do më thonë janë të kritere tjera, edhe këto kritere janë zbatu në ndarje midis neve edhe Malit Zi ose shqiptarve edhe popujve tjera atje që nga paqa e Shën Stefanit. Në paqa në Shën Stefanit ju e keni atje, që është do më thonë lagje e Stambollit, sotshëm, vinë kufitare ka caktu atje parandori i Rusis, sari i Rusis atje, me një komandant forcave ruse atje, edhe të tjerë që thot bile ka me qenë Zhleti, ka me qenë Petlena, këta që janë PS-in, ka me qenë Kopraniku edhe diku tjetër. Në Kongresin e Vienës kjo janë ndryshu, po ajo që ka mbet, që është vazhdu, është se vitin 1945, kur janë po ndarjet, e Gjilasi, që ka qenë personi kryesor, ka thonë kufinin ne ta e lojnë qakor, e kemi lojnë qakor. Kjo është që nuk mundet mu diskutua, s'ka kush drejt me diskutu. Ai ka deklaru ma të tjetë, se ne nuk jem marrë shumë me problemin e kufive midis Kosovës edhe Malit Zi edhe Sërbis, për shkak se orientimi në atë kohë ka qenë me jajat Kosovën, bile disa tjerë kanë thonë dhe gjitha viset të banuara me shumicë shqiptare, me jajat Shqipërisë mu bashku me Shqipërinë. Këto janë vazhdu, këto i keni ju në dokumente tjera, në enciklopedinë e Jugoslavisë. Ju e keni se kufiri Kosovë-Mali Zi niset prej majës Bobiqevicës, shqiptarët i thonë Bobiqe, Qakorit, Hajles edhe Zhlevit. Kjo është që e keni në çdo enciklopedi. Kjo e keni në gjitha hartat e mundshme. Gjitha hartat e mundshme. Atëre, çka ka qenë këtu problematike në atë kohë? Unë po ju përmendje për hir të historisë. Kur janë vu vijat midis Malit Zi dhe të Kosovës, në atë kohë problematike ka qenë në basi autoritetet e federatës të atërshme. Ju kanë drejtu republikave dhe Krajina ka qenë po atër Sërbis, në atë kohë, më tonë Sërbia ka komuniku, po kanë tonë, a kini vrejti ju në qëto vija që ne i kem caktu? Do më thonë që i komisioni Gjilasit edhe në komisione tjera. Fshatar e Hajajve, zdia ka dikush preja se one isë rektori mu i Rugova, aty tash e ka shpi një karë vija kufitare për s'ka i shpi stia atje, ka qenë një pyll Vaganica, që është marrë prej shqiptarve në vitin 1931 me vendim gjykatës madhe, kështu quhet gjykata e madhe e Podgoricës, ju ka marrë me ju dhonë sërbëve të Velikës, edhe Kolashinit më duket, një fshat tjetër atje duhet më shenë. Edhe këta kanë thonë, me qenë se nuk ka marrë në një kohë, kur me Jugoslavi kanë sundu regjime antipopullore, kur Jugoslavia ka qenë ndër shtetet më reakcionare, ka qenë e ashtu qutura monarki fashiste, që krejt çka ka synu e ka po, ka qenë me ju nëzi jetën shqiptarve, për mes kolonizimit, për mes marrjes tokave, për mes marrje kullosa, për mes tatimeve të mëdha e tjera me ju nëzi jetën, për mi detyru mu largu. Ato që Radovan Zogovici ka përjetësu në poemen Këngë të Ali Binakut, që thotë edhe borezat ju kanë marrë shqiptarve dhe i kanë prish për me botë toka punuse për malasës. Profesor, vetëm njërës që për hirtë kohës dhe efikasitetit, që ta mbajnë sa më shkurt, dhe po ashtu të njëjtën kërkesë kam edhe për antojnë. Edhe fakt, vetëm po ju tregoj këtu. Ajo që në dokumente gjindet, dokumente, e kom këtu një dokument original, vitit 1946 me 31 tetor në Beograd. Thot, si territor kontestus, paraqitet pylli Vaganica, rrethi Andrijevicës, Republika Popullore Malit Zi, që e shfrytësojnë fshatarët e Velikës nga kyre, si pas pohimeve të vendasve të fshatit Axhoviçi, rrethi i Pejës, Republika Popullore Sërbis, këtë pyll duhet me ju taku atyne, për shkak se jo është marrë pa drejtësisht
në kohën e Jugoslavisë vjetër me vendimin e gjykatës ndërkombëtare. Që kjo ka qenë problematike, kur gjë tjetër nuk ka pas problematike. Edhe krejt këto vija që janë transferumatu tje, janë paka shumë identike, janë që përputhen me këto. Disa përmendin do arta mirë, edhe do dhana katastrale para luftës, janë pa përfillshme. Një hartë që përmendet këtu është e Banovinave, ku s'ka pas as Kosova, as Serbia, as Malzi, ka pas Banovina Vardarit, ka pas Banovina e Moraves, edhe Banovina e Setës. Do më thonë, krejt këto janë që nuk kanë drejt. Do më thonë, si mbas krejt asaj çka është bo këtu. Na mundem me përfundu se është bo një punë plotësisht jo profesionale, mos thonë pak edhe jo përqeshme, për shkak se edhe do tjerë që kanë pas për detyrë me mbikëqyr punën e këtyne e me kontrollu punën e këtyne, nëse s'jojnë pajtu, në moment kur e kanë pas se po bojt diçka tjetër, ka vyt me kërku me ndalë punën edhe me vazhdu e njërë tjetër. Po kërkoj falje për shkak se mirë, kjo është Faleminderit. Edhe njëherë mënyrë që ta kemi takimin sa më efikas dhe po ju paralajmëroj që kemi shumë pyetje për juve dhe do ta kemi mundësinë që të përgjigjeni për çështje që mbesin të pasqaruara, vetëm me pjesën e profesor Grudës besoj që do t'i kemi minimum 5-6 pyetje për të sqaruar më tej qëndrimet që u dhanë. Ju lus që ndoshta mbeteni brenda 10 minutë tash secili prej jush, që pastaj të mbetet kohë edhe për pyetjet e anëtarëve të komisionit dhe të përqendrohemi në çështjet që kanë mbetë të pasqaruara deri tani. Të merr kolegu Ahmet fjalën, është mirë që ta sigurisht jenë sa më racional, po mos ta dëmtojnë në prezantimin, sepse besoj që ndëgjona me rëndësi për juve, por edhe për opinionin publik. Racional në kohë me qenë se do të kemi edhe pyetje. Do të thonë po mbesim me prezantim sa më të shkurt, sepse edhe gjatë përgjigjeve do të keni mundësi t'i thoni gjanat të cilat mendoni që janë esenciale. Faleminderit e nderuara kryetare, të nderuar deputete dhe deputet. Unë do të provoj të jem sa më i shkurt. Fillimisht dëshiroj në lidhje me çështjet e kufirit ndërkombëtar, disa definicionet përgjithshme besoj që i keni ndëgjuar dhe jeni të familiarizuar me to, por megjithatë unë do të flas në rolin e gjeodetit si inxhinier e kufirit në çështjet e kufirit, dhe shkurtimisht do të thonë vetëm definicionet kryesore rreth delimitimit. Puna e gjeodetit si inxhinier e kufirit është që të shërbej vendimmarrësve, do të thonë është një proces, delimitimi është një proces teknik edhe vendimmarrës, që në mënyrë që marrëveshja e cila bëhet gjeodeti e siguron që të jetë një marrëveshje e cila mundet me u shënu në terren pa dy kuptimsi, pa ambiguitet dhe pa vështirësi. Faza tjetër është delimitimi, gjithsesi shënimi i kufirit, ku gjithashtu kjo është punë komplet teknike dhe gjeodeti është ai që bazuar në matje e bën shënimin e kufirit, ndërsa faza tjetër e cila zakonisht shkon bashkë me demarkacionin është delineimi që ka kuptimin matjen e kufirit të shënuar. Domethënë pasi që të shënohet kufiri bëhet edhe një matje në mënyrë që mirëmbajtja e kufirit të bëhet sipas matjeve pas shënimit të kufirit, gjithsesi pas delineimit. Si inxhinier i kufirit, edhe në kuadër të komisionit, domethënë kryesisht jemi të fokusuar në çështje teknike gjeodezike, por më tepër analizimin e dënave katastrale dhe çka thonë ato për kufit. Kufit katastral bazuar në ligjin nga i cili vulan katastri, po bazuar edhe në atë që kufit ndërshtetëror janë çështje ndërkombëtare, nuk kanë asnjë status të posaçëm, të cilat mbi vendosen mbi kufit administrativ. Do të thënë kufit katastral janë kryesisht çështje të brenda rregullimit të mbrëmshëm të një territori administrativ, në këtë rast do të thonë kufit administrativ politik i mbi vendosen çdo herë katastri.
Në lidhe me punën rreth katastrit në Kosovë, më thënë shkurtimisht, na duhet një historiat i shkurt, do të shkojmë shumë shpejt me katastrin në Kosovë, gjithsesi me katastrin e zonës SP-s, Buzës, Kufirit, me Malin e Zi, domethënë këto janë rajonet ose regionet ose banovinat që janë quajtur atëherë prej vitit 1929-41, të cilat kanë ekzistuar dhe kjo pjesë, domethënë në atë kohë banovina e Zetës është ajo që e ka faktikisht ka administruar me një pjesë të territorit të Kosovës që përkon me Kufirin e tanishëm me Malin e Zi, dhe kjo pjesa aty që duket me të katërt e tregon domethënë që ky katastër, cilin edhe sot e ka Kosova gjithsesi, feja është i krijuar në këto vite në kohën e banovinës, përderisa pjesë tjera të banovinës nuk kanë krijuar katastër. Domethënë ky ka qenë vetëm katastri i banovinës Zetës dhe qëllimet e krijimit të katastrit kanë qenë tërësisht sigurimi i pronave për kishën ortodokse dhe për kolonizimin e kësaj pjese. Nga këto banovina, nga këto regione janë krijuar Kosova dhe Mali i Zi. Kosova ka pjesë të territorit që kanë qenë banovinës së Zetës, ka pjesë territorit nga banovina e Moravës dhe Vardarit, derisa Mali i Zi ka në pjesë të banovinës së Zetës, por që nuk është, domethënë banovina e Zetës, gjithsesi Mali i Zi nuk është trashëgimtare e territorit as trashëgimtare e banovinës së Zetës, por Mali i Zi për herë të parë, domethënë vitin 1945, se me lohet si Republik Popullore asaj kohë. Tani vim domethënë në situatën kur janë krijuar këto shtete në vitin 1945, janë caktuar kufit sipas komisioneve të kohës për themelimin e njësive federative dhe katastri pothuajse në asnjë pjesë tjetër nuk ka ekzistuar dhe nuk ka ekzistuar as si kriter për përcaktimin e këtyre kufirëve, por kanë ekzistuar domethënë komisionet të cilat për kriter kanë marrë kryesisht përkatësinë etnike dhe kriteret ekonomike për përcaktimin e këtyre kufive. Që të mos vonohemi shumë vetë tyre, domethënë jemi tani në vitin 1945 dhe gjendja e katastrit pothuajse është kjo që duket në fotografi, vetëm rajoni i Pejës e ka këtë katastër të trashëguar, përderisa pjesë të tjera fillojnë me ndërtimin ose krijimin e katastrit të tokave, përderisa Kosova fillon me një intensitet më të madh në vitin 1958, Mali i Zi pothuajse ende nuk ka filluar me krijimin e katastrit. Këtu kemi një dekret për katastrin e tokave vitit 1953, ku kërkohet që të vazhdohet me azhonimin e katastrit dhe që kufit e katastrit të shtrihen dhe të përputhen gjithsesi të përshtaten me kufit administrativ, domethënë. Këtu kemi tash një gjendje pak a shumë, domethënë në vitin 1984 afërsisht, ku Kosova me intensitet ka vazhduar punën në krijimin e katastrit dhe pothuajse ka mbuluar territorin e vet përveç territorit të Pejës, të cilin e ka lënë për fund për shkak se aty ka ekzistuar një katastër i trashëguar, ndërsa pjesët e tjera kanë pas nevojë për krijimin e katastrit. Domethënë, vitin 84 afërsisht e kemi mbuleshmërinë e katastrit me pjesë të tjera përveç rajonit Pejës, i cili mbetet me katastrin e kohës së banovinave dhe Mali i Zi në ndërkohë, domethënë në atë kohë kishte krijuar shumë pak katastër, domethënë në vitin 1984 sipas dhënave të Mali i Zi, ata kanë krijuar një katastër për rreth 17% të territorit të Malit të Zi, duke mos e përfshi territorin rreth kufirit me Kosovën. Në vitin 1984-5 nuk kemi dhëna nga arkivi për shkak që arkivat e katastrit të Kosovës janë plagëshit dhe gjenden në Serbi, por kemi informacione që është bërë, domethënë një fluturim që kjo pjesë të mbulohet përmes metodave të aerofotogrametrisë me katastër për rajonin e Pejës, në mënyrë që të kompletohet komplet territori i Kosovës me katastër. Ky projekt është zhvilluar domethënë vitin 1984 dhe sipas informacioneve që janë, domethënë ai ka përfunduar diku në vitin 1988,
por që në atë kohë shqiptarët nuk kanë qenë në punë dhe ato dokumenta edhe planet, si katastri i krijuar nga kjo, është dërguar direkt në Serbi dhe nuk kemi asnjë informacion rreth saj. Kështu që rajoni i 5 mbetet me katastrin e Banovinave, në kohën e ish Jugosllavisë, domethënë nuk kemi ndonjë katastër të ri të punuar në këtë pjesë. Tani po dalëm te kufiri i cili është shtuar. Faktikisht tani kemi kjo vija e verë që duket aty afërsisht, domethënë kjo është gjendja e katastrit të cilën e pa më herët. Aty kjo është gjendja e katastrit të viteve 31-33. Përderisa patin të ere flet për kufi administrativ, gjithsesi ata i shndron në kufi të mbrojtjes sipas drejtës ndërkombëtare, përderisa ati sari kufit administrativ ekzistues deri në fund të vitit 1988 vetëm i shndron ndërkombëtar, domethënë në rastin e Kosovës vetëm e saktëson që kufit që kanë qenë deri në vitin 1988 deri gjithsesi në 31 dhjetor 1988. Çdo sekire. Disa dhëna të përgjithshme tani vetëm për katastrin, kështu që t'jemi, domethënë fillimisht është më rëndësishme me ditë që kufiri realisht është çështje drejtës ndërkombëtare dhe katastri në çështjen e drejtës ndërkombëtare nuk është, domethënë, kriter i pranuar. Po në përgjithësi autoritetet katastrale asnjëherë nuk kanë pas fuqi që të ndrojnë kufi të njësive federale. Domethënë gjithmonë kanë qenë autoritetet të cilat kanë bën një regjistër të pronave brenda kufive të njësive federale, asnjëherë nuk e kanë pas fuqinë, domethënë, që të mbizotrojnë mbi ndonjë kufi administrativ apo të merren me çështjet e kufirit administrativ. Në këtë kontekst, domethënë duhet parë edhe ligjin për ndarjet administrative të republikave të atëshme apo të krajinave, të cilët karakterin e kishin vetëm të rregullimin e nëndarjeve administrative brenda një territori administrativ politik dhe asnjë mënyrë që të rregullojnë kufit administrativ të cilat ishin kompetencë e Federatës Jugoslave të asaj kohe. Në raport me territorin e atëhershëm ose shtetit të atëhershëm duhet ta kemi parasysh që janë krijuar edhe shumë regjistra të tjerë të njësive hapësinore, të cilat kanë qenë në nivel federativ dhe nuk janë pyet shumë edhe institucionet tjera siç kanë qenë republikat apo krajinat. Domethënë katastri, gjithsesi komunat katastrale kanë qenë vetëm një lloj organizimit brenda një federate të madhe e cila ka pas edhe gjithsesi kufi administrativ të ndryshëm, duke pas parasysh që përveç katastrit të tokave, gjithashtu kemi edhe katastër të përqoja, apo katastër, më thënë në kohën e Jugosllavisë, janë punuar edhe katastër të gjuetisë, peshkatarisë e tjera. Këtu do më thënë themi edhe njëherë të ajo që gjitha, do më thënë ky katastër që e shohim aty të kohës Banovinave, e kemi edhe një akt ligjor në vitin 1946, i cili, do më thënë, i anulan të gjitha ligjet edhe rregulloret e ish shtetit mbretërisë, domethënë ish Banovinave. Domethënë ish Jugosllavia e shpall të pavlefshme të gjitha ligjet dhe rregulloret e kohës të mbretërisë ish Jugosllavisë. Kjo është këto ligje për anulimin e ligjeve dhe rregulloreve, domethënë i cili është marrë në vitin 1946, gjithsesi është shpall në gazetën zyrtare numër 86/46, por i shpall, domethënë të pavlefshme të gjitha ligjet dhe rregulloret e kohës, të cilat i marrë para datës 6 të vitit 1941. Kur flasim domethënë për kufirin e katastrit, këtu kemi një mungesë të madhe, është një handicap i madh që donat e vitit 1984, gjithsesi projekti që ka qenë për mbulimin e kësaj pjese me katastër ne nuk e kemi dhe nuk e dim se çka ka përfshirë dhe cili ka qenë objektivi i këtij projekti. Pastaj e kemi një pjesë që duket atje me një ngjyrë violet pak a shumë, domethënë ajo është një pjesë
të cilën Agjencia e Pyjeve të Kosovës e ka menaxhuar deri tani, dhe ajo është vetëm një njësi e cila del përtej kufive katastral, dhe domethënë aty në atë hartë quhet domethënë njësia e zhlep, që na lën të kuptojmë se mund të kemi edhe njësitë e tjera të pyjeve shtetënore, të cilat janë menaxhuar nga Agjencia e Pyjeve të Kosovës, por që janë jashtë kufive katastrale. Kjo bazohet në një urdhëresë për revidimin e katastrit që ka qenë në vitin 1948, e cila i autorizon gjithsesi kërkon nga këshillat popullor që vetë të regjistrojnë pronat të cilat ata i menaxhojnë. Domethënë nuk kërkon nga katastri që katastri të përfshijë në katastrin të gjitha pronat shoqërore që janë quajtur atëherë, por ka kërkuar nga këshillat popullor që ata vetë krijojnë plane dhe të deklarojnë se cilat prona i menaxhojnë ato. Në këtë kontekst është më rëndësi ta kemi parasysh edhe këtu një dokument i cili përkon me kohën kur domethënë me kohën e Banovinës. Këto janë paraparsisht materialet të cilat Komisioni Mali Zi i ka ofruar komisionit tonë, dhe këtu e kemi një përkufizim të një mali shtetënor të asaj kohe, i cili domethënë është bërë në bazë të ligjit të veçantë që ka ekzistuar atëherë, në atë kohë domethënë për kufizimin e maleve, dhe këtu është një kompleks i madh malor që është quajtur në atë kohë Muajster Korenika, afërsisht 20.000 hektar, po që na bën të kuptojmë që në atë kohë domethënë krijimi i komplekseve të mëdha malore nuk kanë përfill as Banovinat, as Qorçet, por janë krijuar domethënë ky kompleks i madh malor përfshin disa pjesë që domethënë bazë protokollit janë toka të qarkut i stokut të asaj kohe dhe qarkut Mitrovicës, po ka edhe qarqe të tjera në Serbi dhe Maltezi që ne nuk i kemi përmend, po më rëndësi është ta dimë që qarku i stokut dhe qarku i Mitrovicës kanë qenë atë kohë në dy banovina të ndryshme, që do të thotë krijimi i këtyre maleve nuk ka qenë pengesë as kufit administrativ të banovinave, por që në fund të saj thotë ky mal kufizohet me malin tjetër shtetënor të kufizuar, Kull, Rësoli, Zhlep, Shtetim, që realisht përkon me kufirin katastral të tanishëm. Domethënë ka qenë një mal i definuar jashtë zonave katastrale në ato pjesë të këtyre qarqeve, por që nuk kanë qenë zona katastrale, por që kanë qenë prona të qarqeve të Istokut dhe Mitrovicës. Dhe për fund, domethënë që mos ta zgjasëm shumë, këtu i kam sjellur në një domethënë dy provoja të shteteve fshinj si kanë vepruar ato, në mënyrë që ta kemi pak a shumë atë qartë qasjen e shteteve tjera në raport me kufirin, gjithsesi definimin e kufirit. Këtu e kam sjell një gazetë ushtarake, gjithsesi një publikim të komisionit të atëhershëm që ka qenë Serbi, Malizi, Shtet së Bashku, dhe si kanë vepruar ata në raport me kufirin që kanë domethënë që e kanë definuar në atë kohë me Maqedoninë. Këto është më rëndësi që ta dimë që këto dy komisione, gjithsesi komisioni Serbi-Malizi si shtete e bashkë në raport me Maqedoninë, konstatojnë gjithashtu domethënë që kufiri administrativ i Serbisë ka ekzistuar që nga viti 1945, dhe se kufit administrativ avnojan që i quajnë ata në raport, domethënë është e përkthyer origjinal, nuk e kam ndryshuar, mbi vendosen mbi kufit katastral. Nuk i morën parasysh katastrin në raport me definimin e kufirit Serbia Malizi me Maqedoninë, por është më rëndësi me ditë gjithashtu që në kuadër të kësaj marrëveshje në atë kohë është futur edhe Kosova në bisedimet që i ka pas Serbia Malizi bashkërisht me Maqedoninë. Shkojmë në sa përfund. Vetëm para se të filloni, profesor Isufi, ju lus që të fokusoheni ndër të tjera edhe në pretendimet që i kemi dëgju ma herët nga ana komisionit juj, që komisioni Meha ka bërë ndërhyrje në disa nga hartat që rrjedhimisht rezulton me falsifikimin e tyre, meqense nuk dëgjum deri tani të jetë adresuar një çështje e tillë, ju lus që ose jo ose dikush tjetër nga komisionit na sqaroni pak më shumë këto pretendime, meqense për ne si deputet Kuvendit të Kosovës janë jashtëzakonisht serioze, sepse falsifikimi mund rezultojë në kryerjen e veprës penale.
Kështu që po shpresoj që kjo është një ndër temat që ju do ta mbuloni dhe do ta sqaroni më tej për komisionin. Unë po e përmbyllë edhe këto, dhe më thonë se po ngutemi, nuk do të marrë shumë kohë, dhe më thonë është me rëndësi me ditë edhe këto, që në atë kohë, dhe më thonë edhe në raportin që fola ma herët Komisioni Serbi-Malizi për bashkët në definimin e kufirit me Maqedoninë, me thonë edhe ekspert malazes kanë qenë pjesë ati komisioni, por pas ndare se Malizi nga Serbia, Malizi ka filluar që vetë me komisionin e saj të definoj kufit e vetë, dhe është me rëndësi të kemi edhe këtu që i njëti komision që ka bisedu me Komisionin e Kosovës në raport me Komisionin e Bosnjë-Hercegovinës në raste kur nuk ju konvenant, dhe me thonë nuk e pranojnë katasin si kriter, po thirrën në proces verbale të definimit sipas ankesave prej vitit 45 dhe gjithsesi vitin 53. Do të thonë i njëjti komision i Malizi në raport me Bosnjë-Hercegovinën nuk e pranon katastrin e krijuar jo, edhe katastri i Bosnjës nuk ishte i kohës Ivanovina, po ishte i vitit 1978, po megjithatë do të thonë kur vjen puna të definimit kufirit, ata thirrën në proces verbale e përkufizimit të kufive administrativ dhe nuk i thirrën katastri. Shumë në me kaq po e përfundoj, falenderoj shumë për vëmendjen, nëse ka pyetje më tutje do të jemi këtu. Me qenë se po thuaj se gjatë prezentimeve gjithmonë po jam i fundit edhe gjithmonë mu po shkurtohet koha që të ofroj të gjitha mundësit të shpalosjes së problematikës në mes të përcaktimit, po e tham me qëllim të përcaktimit sepse është përcaktuar, nuk ka qenë demarkacion, po ka qenë delimitacion, është vërtetuar kjo më prej shkresave dhe prej gjitha vendimeve që kanë dalë nga dy komisionet, po tentoj me kosa më shkurt në mënyrë që të jep hapësirë pastaj për çfarë do lloj pyetje të fitoj të drejtën që të jep edhe përgjigje. Unë po i kaloj disa momente interesante që janë lidhe me këtë, por po e tërheqi vëmendjen vetëm në dy çështje. Nëse ekzistojnë dy vija, e ne po pretendojmë që ekzistojnë dy vija, njëra vija katastrale dhe tjetra vija administrative, është diçka me rëndësi në të drejtën ndërkombëtare, ju që ka një jurist e dini shumë mirë, që shumë përparësi jepet kontrollit efektiv. Jo kontrollit efektiv të cilin e prezentojnë ata të cilët nuk e kuptojnë dhe dëshirojnë të friksojnë se kontrolli efektiv ka Izraeli në Palestinë, kontrolli efektiv me dhunë pa dhunë. Kontrolli efektiv është administrimi i hapësirës duke mos pasur vrejtje nga askush. E në rastin tonë kemi tentuar të gjejmë momente kur Malizi ka tentuar që palës kosovarit i thotë mjaft ke administruar me këtë territor se ky territor është imi. Dhe ne jeni të bindur. Ky ka qenë fokusi ynë 2 vitet e fundit, asnjë dokument kon se kemi gjetë që Malizi e ka kritikuar Kosovën pse i kontrollon ato territore. Unë do të jep vetëm 2 shembuj, njëri është i ri sot për juve, sepse ne jemi në vazhdimsitë e punës së gjetjes së kontrollit efektiv si njëra nga elementet më kryesore në përcaktimin e kufirit të territorit, dhe njërin tjetër veç e dini, move që ajo është bë publike, por do ta përsërisim sot sa për të parë që Kosova ka administruar me ato territore. Duke të i kaluar të gjitha, edhe hartën zyrtare të qeverisë e Malit të Zi të vitit 1948, ku përcaktohet sakt kufiri ku është, për nevoja të Malit të Zi, duke i kaluar të gjitha këto, që mos të morëm shumë kohë në mënyrë kronologjike, po ndalëm të kontrolli efektiv i cili ka të bëj me çështjen e fundit me një aksident i një autobusi që ka ndodhur nën Çakor ose nën qafën e Çakorit me datë 09/11/1981. Keni vëmendjen. Është një aksident i cili ka ndodhur pas vitit 1974. Autobusi aksidentuar ishte nga Malizi, sikurse edhe kompania e sigurimeve të autobusit. Gjithë procedura është kryer nga sistemi i drejtësisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. Palët e përfshira janë detyruar të nënshtrohen sistemit të drejtësisë që ka ekzistuar në Krahinën Socialiste Autonome të Kosovës. Nën 3. Asnjë institucion i drejtësisë
së Malit të Zi nuk ka qenë i përfshirë në rastin në fjalë. Aksidenti ka qenë brenda teritorit të Kosovës dhe kjo është respektuar edhe nga subjektet e regjistruara në Maltezi. Keni kujdes. Do të thot, aksidenti është në teritorin e Kosovës dhe drejtësia e Malit të Zi, institucionet e drejtësisë dhe të sigurisë e Malit të Zi nuk janë përzi asnjë moment. Rasti është monitoruar dhe menaxhuar sipas kushtetutës së vitit 1974. Thuhet në klapa, ju juristat e dini shumë mirë, gjykata komunale e Pejës, që do të thotë se gjykata komunale e Pejës ka pas një njësim territoriale ku ka administruar me çështjet. Gjykata Supreme e Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, do të thotë gjykata Supreme fort mirë ka disat, janë jurist se diku i kanë ingerencat e veta territoriale. Në kodër në të kundërtën do të kishte paraqitur shkelje të kushtetutës së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës, gjëgjësisht të Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë dhe se do të kishte pas kundërshtim të rreth nga ana e Malit të Zi. Aksidenti ka ndodhur në kthesën e tretë nga qafa e Çakorit dhe kanë humbur jetën 9 persona dhe 45 persona të tjerë janë lënduar. Gjithsej, janë 50 lëndë, të cilat janë shqyrtuar nga gjykata në Pejë, gjykata komunale në Pejë, dhe pastaj pas ankesave të gjitha ato kanë shkuar në gjykatën supreme të Kosovës. Me kufirin sipas katastit, ose me kufirin nëse ratifikohet. I bën që aksidenti ka ndodhur 4 km e 450 metra vija ajrore tash që mbetet në territorin e Malit të Zi. Dikon rreth 400 metra prej qafës së Çakorit. Autobusi ka qenë duke ardhur nga Mali i Zi në drejtim të Kosovës. Policia e Kosovës dhe strukturat e drejtësisë së Kosovës janë marrë me çështjen. Ankesat kanë qenë edhe nga banorët e Malit të Zi për kompenzimin e dëmeve, edhe nga të tjerët të cilët kanë qenë kosovar ose shqiptarët e Malit të Zi, të cilët janë aksidentuar në këtë çështje. Dhe kjo jep kuptohet se kontrolli efektiv i territorit ose i mes këtyre dy kufeve, nga ajo me vit të zezë në të majt Jujen, në qafë të Çakorit, deri kjo me vit Kuqe, që është sipas marrëveshjes, ka qenë i administruar nga strukturat e drejtësisë së Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës pas vitit 1974, gjithsesi në vitin 1981. Lëndën e kemi siguru, kështu që lëndën do t'ja bashkangjisim raportit, dhe lënda është shumë e mirë, sepse kur gjenden në lëndë tjera, në rast se ndonjë komplikime dhe të shkurjes me arbitrazh apo diçka tjetër, është një element shumë i rëndësishëm për palën kosovare që të dëshmoj se ky territor është menaxhuar dhe monitoruar nga pala kosovare. Këto e veç që kemi prezantuar edhe në qeveri me siguri edhe keni parasysh njohrin, por çka është diçka me rëndësi është që në vitin 1960 është letra institucionet relevante të Serbisë nga Beogradi për veprimet e tyre në këtë zonë nuk marrin leje, nuk kërkojnë leje nga institucionet e Malit të Zi, por nga Kosovës. Këto është një letër origjinal ku Energoprojekti i Beogradit kërkon ose de facto institucioni Elektroprivreda Serbia që bjen Elektroekonomia e Serbisë, grupi i elektronisë së Serbisë, kërkon nga hidroekonomia e Kosovës të jep pëlqimin, edhe tash jepen pëlqime me ligj, pëlqimin për veprim të këtij institucioni dhe për evidim të projekteve të Bjelluës 1 dhe Bjelluës 2, të termocentraleve Rugova që janë gjitha bashk, hidrocentraleve Rugova që janë gjitha bashk, po në kodër cojna janë edhe Bjelluha 1 dhe Bjelluha 2. Do thotë nuk lyp leje nga Mali i Zi, po lyp leje nga pala kosovare. Që do thotë pala kosovare ka menaxhuar me këtë territor. Duke i kaluar gjitha kontrollet efektive, se ka shumë kontrolle efektive që vërtetojnë që territori ka qenë i Kosovës, ndalëm edhe të një çështje shumë interesante te pala te pjesa veriore e Pejës. Kjo ke pjesa perëndimore e Pejës, dhe në Çakor. Pjesa veriore e Pejës, deri në Kull, merret vendimi pas vitit 1974. Do thotë vendim tash merret, ne ka pas studime më herët, po vendim nga organet e Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës që të ndërtohet rruga për Rozhaj. Shpallet me gjuhën e sodit të ndere, atëherë ka pas kërkesë për interesim,
shpallet e nderi, formohet komisioni, kryetar komisioni është një Ali Jaha, nuk dija është i gjalla, pas ka vdek, dhe se shpallën fitusit. Në mëndon Kosova shpallë të nderin, Kosova krijon komisionin, Kosova shpallë fitusin, dhe fitusi për rrugën nga Savino Voda, tash ku është punkti i policisë, e deri në Ku, që është dikun 10 km, 147 metra, tash e shofëm në hartë, e shpall fitus Putin nga Prishtina, me një shumë prej 40.374.758 dinar. Me çka pas edhe më të lirë, puna i besohet kësaj organizate për të ndërtuar deri në Kufi, deri në Kur, jo deri në Savinovod. Vendimi merret në vitin 1975 me 0 ka qenë. Pak i ullët, bëhen edhe 2 aneks kontrata. Rritet çmimi, pala kosovare, buxheti i Kosovës i pagun ato. Edhe rritet çmimi dhe kalon njëri prej 1.700.000, tjetra 2.820.000, po këtë shumë arrin dikon e 44 milion ose 45 milion dinar, që kemi konvertu, së është letë me konvertu sot, si pas thesarit Amerikan, i bjen dikon rreth 11 milion e diçka, rreth 12 milion dollar. Nënshkruhet aneks kontrata dhe përfundojnë punët. Por punët nuk përfundojnë deri në vitin 1979, sepse ka tash punë tjera për cilëse, ndërtimi i mureve, siguria, pastaj sinjalistika vertikale, horizontale e tjera. Gjitha këto kryen nga pala kosovare. Kjo është rruga. Do të thotë, të nderi është shpall nga rrethi poshtën Djathtas deri te rrethi lart Majtas, ku zona kufitare diskutabile është pjesë vijës së Kuqe dhe vijës së Kaltërt. Vija Kuqe është vija sipas marrëveshjes, vija Kaltërt është vija administrative dhe ky territor është menaxhuar komplet nga institucionet e Kosovës. Çka është tash me rëndësi, nëse ratifikohet marrëveshja, këta ato investime, këta e punë, këta e ndjes mbetet në anën e malit të zi. Çka po duam të them për fund që mos të zgjasim shumë. As një dokument ne nuk e kemi gjetur, nëse dikush e gjen një dokument na ndihmon neve shumë që edhe ne të tërheqim prej të gjeturave tona. As një dokument nuk e kemi gjetur që Pala Malazezi ka kundërshtuar këto. Aq më tepër kur nuk ka marrë as një veprim, as pse Gjykata Supreme e Kosovës ka shti ingerencat e veta dhe policia e Kosovës deri në Çakor, qoftë Çakorit, as pse po ndërton rrugë, as një dokument inspektoriatit ndërtimor të Palës Malazezi nuk e kemi gjetur që ja ka tërhequr vretin kompanive kosovare ose qeverisë e Kosovës asaj kohe, ndani veprimet se kjo është teritorioni, ne ndërtojmë rrugën këtu, jo. Të gjitha këto përcjellen me dokumente shumë të sakta, 1.1000 dhe 1.100, që do të thotë janë jashtëzakonisht të sakta, i kemi verifikuar secilin e tyre, dhe të gjitha këto tregojnë që këto 2 zona, si më të mëdha, diskutabile, kanë pas kontroll efektiv, ose Kosova ka pas kontroll efektiv. Kosova ka menaxhuar me to, dhe sipas drejtës ndërkombëtare jepet një drejtë jashtëzakonisht e madhe Kosovës që t'i ketë pronë, sepse mbi 70 vjet i ka menaxhuar dhe askush i ka thonë pse po vepron në territorin e huaj. Që ta vërtetojmë këtë, kemi e fundit kemi marrë edhe pagesat që në bërë për mirëmbajtjen e rrugëve nga vitin 1972-73 deri në vitin 2009 që tha profesori Shpejtim. Dhe ne kemi paraqitur vetëm këto të vitit 1984 si një ndërmjet për me vërtetuar që buxheti i Kosovës ka paguar mirëmbajtjen komplet të rrugëve në këtë kontekst edhe të rrugës për Çakor dhe të rrugës për Kull. Në numrin rendor 5 shifet qartë sa ka qenë pagesa dhe sa kanë qenë detyrimet e buxhetit të Kosovës ndaj organizatës të punëve të bashkuara të Herput për mirëmbajtjen e rrugëve në dhjetor të vitit 1981 për rrugën pej Radhavc Kull në vitin 1981. Të gjitha këto janë të dokumentuara, janë të futura në dokumentacionin të cilin i kemi dorëzuar në qeveri. Që unë konsideroj që ju deputetët ta kuptoni jashtëzakonisht mirë rëndësinë e vendimeve t'juaja,
Në vitin 1978, Kuvendi i Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës ka marrë një vendim. Dhe në kodër të atij vendimit ka parashpo nenet. Dhe në nenin 4 shihet qartë çfarë vendimi ka marrë. Në kodër të gjithë rëndësisë së këtij vendimit, se ka pas jashtëzakonisht shumë ka pas harta, të rëndësisë së këtij vendimi ka thënë se derisa të formohet një qendër e dokumentacionit enti për urbanizëm dhe projektim i Prishtinës është i detyruar e i obliguar të shkon që ta ruaj dokumentacionin në tërësi. Dhe në kopa ka thonë, në të parën, hartat, sepse ka pas harta 1.200.000 të shkallës të madhe, të cilat definojnë territorin e Kosovës, por sipas zonave katastrale, që ne kemi quajtur harta pashqyrë, sikur harta tjera pashqyrë që janë paraqitur të zonave katastrale në dokumentacionin e komisionit. Por tekstualisht ma po shkruan që territori i Kosovës ose planifikimet që do të bënë do të punojnë edhe në Bjellu. Do e kanë pas parasysh ta reaktivizimin e ndërtimit të mini pendave në lumin Bjellu. Edhe në lume tjerë, po në lumin Bjellu që tani mbeten më jashtë teritorit të Kosovës. Kjo është një hartë të dalën nga gjithaj dokumentacion, i kemi hartat originale, sepse e kemi gjetë, sepse në Konvendin e Kosovës na kanë thonë që janë ndjek gjeta, kemi shku në arkivin e Kosovës, i kemi ullumtu dhe kemi gjetë gjithë dokumentacionin e atij vendimit. Kaq, sa për fillim. Faleminderit profesor Isufi dhe anëtarët e tjerë të komisionit. Edhe pse përkundër insistimit tim ju nuk diskutuat lidhur me pretendimet që i keni dhënë më herët, edhe gjatë raportimit qeveri edhe në intervista për ndërhyrjet që gjoja i ka bërë komisioni Meha në disa prej hartave që janë përgatitur dhe janë dhënë si dëshmi në dokumentacionin e komisionit paraprak. Unë do të insistoj që kushdo nga komisioni të përgjigjet në këtë. Pra qartë a ka pas apo nuk ka pas ndërhyrje të komisionit Meha në hartat që janë përdorur si dëshmi komisionin paraprak, që rrjedhimisht do të përbënte edhe falsifikim të atij dokumentacioni. Unë i kam edhe një sër pyetjesh, mirë po me qenë se deputetja Dërguti ka nevojë me shku pak më herët shkaku i obligimeve, po e marrim vetëm një pyetje nga ajo dhe pastaj po vazhdoj me të tjerat. Ju lut gjithëve që jeni prezent për fshi dhe medjave për durim, sepse anëtarët e komisionit besoj të gjithë do të kenë kërkesa për sqarime apo pyetje lidhur me ato që u thanë, ose ato që ne kemi nevojë për sqarime të mëtejme që nuk janë të përfshirë raport. Urna, zonja deputet. Faleminderit kryetare. Faleminderit që ju keni përgjigj ftesës sonë si komision dhe pashtu faleminderit për prezentimin. Pyetja ime ka të bëj me faktin se ju thatë në fillim që ky është raport preliminar. Unë po merr shumë keq që nuk janë përfaqësuesit e qeverisë, sepse më duket shumë jo serioze që të procedohet në kuvend një projekt ligj me një raport preliminar, sepse në fjalinë e fundit të shqyrtimit hyrëse ju thoni që raportin përfundimtar e dorëzohen pas përfundimit të udhëtimeve në teren, në arkiva dhe në literaturën përkatëse, që do të thotë me plotësimin e raportit deri te paraqitja e raportit përfundimtar mund të sillen edhe argumente të reja që mund të kontestojnë eventualisht ndonjë nga argumentet në raportin preliminar dhe mendoj që raporti përfundimtar do duhet ishte raporti i cili bie para komisionit bashkë me projekt ligjin. Kjo është pyetja ime për qeverinë, pse e ka proceduar projekt ligjin me një raport preliminar, sepse mendoj që ne nuk guxojmë të marrim vendime si kuvend pa pas raportin përfundimtar e cila nënkupton saktësinë maksimale të argumenteve të parashtruara. Ndërkohë pyetja ime për ju është kur keni mundësi apo kur planifikoni të përpiloni raportin përfundimtar, në çfarë afati kohor? Faleminderit. Zoti Bulliqi, vetëm pak. Do t'i marrim një sër pyetjesh, sepse ka shumë pyetje dhe më mirë është t'i merrni grupin e pyetjeve dhe pastaj për të gjitha t'i ndonin. Me liru Aidën, thënë t'japën përgjigjen. Aida, ki kohë edhe pak le t'i marrin edhe pyetjet tjera, pastaj kur t'ju jap fjalën edhe merrni fjalën për përgjigje.
E para ka të bëj me tejkalimin e kompetencave, një çështje që e ngritët që të gjithë në përputhje me nenin 40 të ligjit për shënimin e kufirit. Siç e dini, profesor Gruda, sipas Konventës së Vjenës për traktate, që është një konvent që edhe aplikohet drejt për drejt në Republikën e Kosovës në përputhje me parimin e suksedimit traktateve, dhe tashmë është aplikuar në një së rastesh edhe me vendim të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Aty flitet për rastet kur një qeveri mund ta refuzoj një traktat në bazë të tejkalimit të kompetencave. Megjithatë, edhe nga ajo që keni cituar ju në raportin tuaj, por edhe nga ajo që thuhet në traktatin e Vjenës, ky refuzim duhet të bëhet nga ana e qeverisë. Në rastin konkret, edhe sikur të pranonim si të mirëqenë, pra edhe sikur të konstatohej përfundimisht që ka pas tejkalim të kompetencave, qeveria paraprake ka miratuar këtë tejkalim kompetencash dhe njëjtë e ka bërë edhe qeveria aktuale, duke sjell në Kuvendin e Kosovës marrëveshjen e njëjtë që e ka nënshkruar Komisioni Meha, edhe sikur ta ketë nënshkruar, pra duke tejkaluar ato kompetenca. Pra edhe qeveria aktuale ka miratuar një tejkalim të tillë, ka autorizuar një tejkalim të tillë dhe për më tepër kur e ka drejtuar këtë marrëveshje, e ka proceduar atë në Kuvendin e Kosovës, e ka proceduar jo vetëm së bashku me raportin tuaj, por e ka proceduar edhe së bashku me raportin e Komisionit Meha, duke i barazuar kështu edhe në aspektin e rëndësisë, edhe në aspektin juridik. Pra pyetja ime konkrete është, në qoftë se ka pas tejkalim kompetencash, a eliminohet ky problem në momentin kur qeveria e autorizon një tejkalim të tillë, siç edhe parashihet në Konventën e Vjenës për traktate, sepse ky autorizim tashmë ka ndodhur. Sikur të refuzohej ky tejkalim, natyrisht vendi për ta refuzuar tejkalimin e kompetencave ka qenë në qeverinë e Kosovës, dhe jo në Kuvendin e Kosovës. Kjo sa i përket çështjes së tejkalimit kompetencave dhe të vendimit të komisionit. E dyta ka të bëjë me të dhënat kadastrale të Banovinës, cilave ju referuat nga vitin 29, 31 e të tjera. Në vendimin në mes të Kroacisë dhe Slovenisë, që është vendim i Tribunalit të Arbitrazhit, një dokument përafërsisht 400 paqesh, cilin e kemi analizuar, ka një së rastesh kur Slovenia insiston që të merren të dhënat kadastrale nga ato vite, përderisa, siç e tha profesor Gruda, Kroacia ka insistuar që të merren ato nga koha e Austro-Hungarisë. Përkundër pretendimeve të Kroacisë, për disa pika që kanë qenë kontestuese, tribunali megjithatë ka vendosur që t'i merr për bazë të dhënat e viteve 29 e tutje, pra të Banovinës, duke përcaktuar që ato e kanë paraqitur në mënyrën më të saktë kufirin në mes të këtyre shteteve. A mendoni që meqense tashmë është krijuar një praktikë e tillë nga ana e Tribunalit të Arbitrazhit, që përkundër kontestimit që dëgjuam nga ana juaj, po ashtu duke përfshi edhe argumentin që ju përmendët që ka ekzistuar një ligj i vitit 45, mos gabofsha, që sipas jush ka anuluar të gjitha vendimet paraprake, por kjo ka vlejt për gjithë ish Jugoslavinë, apo jo? Sikurtisht ashtu si është e mundur që Tribunali i Arbitrazhit prapse merr parasysh ato të dhëna nga vitet 29 deri 33. Kjo ishte pyetja e dytë. Sa i përket menaxhimit të territorit, ju dhat argumente se ka dëshmi sipas të cilave Kosova ka menaxhuar pjesë të caktuara, qoftë nëpërmjet aksidentit, vendimeve gjyqësore, qoftë nëpërmjet rrugës e të tjera dhe investimeve të tjera. Pyetja konkrete është kjo: a ka pjesë që ka menaxhuar Mali Zi, kurse në bazë të marrëveshjes që është nënshkruar, tani i takon Kosovës?
pra që është menaxhuar nga ta deri në momentin e nënshkrimit marrëveshjes, përkundër faktit që është menaxhuar nga Muali Zi, tani sipas marrëveshjes së nënshkruar nga dy komisionet, është pjesë që i takon Republikës së Kosovës, qofse po na sqaroni cila është ajo pjesë. Dhe një njoftim teknik ju referuat një sër materialesh që janë vetëm në gjuhën serbe, edhe në kuvendin e Kosovës janë shpërndar vetëm serbisht. Po ju njoftoj që ka deputet të kuvendit të Kosovës mjaft prej tyre përfshirë në këtë komision që nuk e flasin serbishtën, kështu që do të jetë e vështirë që të bazohemi në materiale që nuk janë përkthyr, por ky është problemi juaj. Po ju njoftoj që qeveria ka pas për detyrë që dokumentin sipas ligjeve në fuqi ta përkthejnë në të gjitha gjuhët zyrtare. Të gjitha gjuhët zyrtare nuk kupton shqip dhe serbisht. E fundit sa i përket përsëri vendimit të Tribunalit Arbitrazhit në rastin Kroaci-Sloveni. Ju me të drejtë keni citu paragrafin 347 nga ky vendim, që flet për rëndësinë e të dhënave kadastrale në përcaktimin e kufirit, në qoftë se palët janë pajtuar që ato të merren parasysh, por jo që a priori ato janë kriteri ekskluziv. Po pajtohem që a priori nuk janë kriteri ekskluziv, por përsëri edhe në këtë rast ka ekzistuar një marrëveshje dhe një marrëveshje e tillë pastaj është aprovuar në qeverinë e Kosovës dhe është riaprovuar tani në qeverinë e tanishme. Pra, duke e proceduar në kuvend edhe raportin e komisionit Meha dhe duke riproceduar marrëveshjen e njëjtë, qeveria në fakt po rikonfirmon sipas standardeve që janë përmend në Tribunalin e Arbitrazhit që të dy palët janë pajtuar që ta përdorin kadastrin si kriterin më të saktë, ashtu siç thuhet nga ana e tribunalit. Megjithatë, ajo besoj që duhet të qartësohet për ta kuptuar drejt vendimin e Tribunalit Arbitrazhit mes Kroacisë dhe Slovenisë, është pjesa që përsëritet vazhdimisht, thuaj për secilën pjesë kontestuese që është trajtuar nga arbitrazhi, që a ka përputhje të dhënave kadastrale në mes të dy shteteve. Besoj që kjo është përgjigjja esenciale e cila na duhet neve sot. Sepse ne kemi dëgjuar nga Komisioni Meha, kur kanë qenë pikrisht në këtë sallë, që ka përputhje të përpikt në mes të dhënave kadastrale të Malit të Zi dhe atyre të Republikës së Kosovës. Pra, Mali i Zi, sipas tyre, ka dhënë informata dhe ka të dhëna kadastrale që janë dorëzuar qeverisë së Kosovës, ato janë publikuar në webpaqen e qeverisë së Kosovës, tashmë sa e pash ishin hek, nuk e di për çfarë arsye, mirëpo ndoshta mundeni me na sqaru, a janë ato ngastra kadastrale apo janë lista poseduese, ato që i ka dhënë si dëshmi Muali i Zi për të dëshmuar që ka të dhëna kadastrale deri tek Kulla dhe Çakori. Apo akoma po pretendoni, ashtu siç ju kemi dëgjuar publikisht, që Muali i Zi nuk ka ofruar të dhëna kadastrale për të dëshmuar që ajo pjesë e territorit u takon atyre. Sepse nëse e dëshmojnë dhe ka përputhje kadastrale të tërësishme në mes, atëherë besoj që Tribunali Arbitrazhit mes Kroacisë dhe Slovenisë ka dhënë një përgjigje të qartë se çfarë ndodh në rastet kur ka përputhje kadastrale. Vetëm në ato rastet kur nuk ka pas përputhje kadastrale janë marrë parasysh, siç e thatë edhe ju mdokët profesor, janë marrë parasysh edhe kriteret tjera dhe është kërkuar që të përputhet kufiri kadastral me atë administrativ. Këto sa i përket fillimit, shpresoj që të marrim përgjigje edhe unë edhe Aida, apo vajtoheni deputet që të marrim përgjigje fillimisht për këto pyetje dhe pastaj të vazhdojmë me grupin e dytë të pyetjeve. Urdhoni kushdo që dëshironi ta merrni fjalën. Në deputete, është të vërtet që dëshira jonë ka qenë që në epet edhe pak kohë të punojmë në kompletimin më tej me faktografi, dokumentacionin. Por me që kërkesa e qeverisë ishte urgjente
për shkak të proceseve që u zhvillojshin në atë kohë, edhe me arsyeshmëri që duhet bërë shumë që para vitit 3 te kalojmë këtë proces, ta bartim kuvend, atëre ne u dasht me ndërprej punën tonë, e u dasht me rrumbullaksu që ato fakte që e patëm në dispozicion. Ne na shtonë në një takim që kemi pas qeveri që ju mund të vazhdoni punën në matutje, me ndërkohë, edhe mund të gjenë edhe fakte të reja tjera, edhe në vazhdën asaj pune që kemi vazhdu matutje ka qenë edhe kjo e gjetura cilën sot e paraqitëm para parë, cilën nuk e keni në raport, për që Allah me shkrim juve, që është e aksidentit, shtu që po të na ishë dhonë kohë edhe mundësi ende me punu, në ende ju gjejmë fakte, por t'jeni shumë bindun që nuk ka fakte që kundërshtojnë këto. Janë veç fakte që e përforcojnë këto. Shtu t'jeni shumë të sigurt. Po flas bazuar në mbështetur komplet në fakte të institucioneve tona. Dhe shumica e këtyre fakteve janë fakte që i kanë prodhuar institucionet tona, jo ne. Te ne nuk kemi asnjë fakt tonë këtu. Personal, individual. Jem fakte të institucioneve dhe ne vazhdojmë punën tonë. Ju e dini shumë mirë se ne jemi komisioni i përhershëm, momentarisht me kërkon s'po kemi me kombojmë ma vetë, se ma lezi po llogaritë që kemi kry, edhe ne po punojmë në qëtë aspekt. Po përgatitemi për çfarë të sfide që mund t'i presin institucionet tona. Ne, si komision, jemi të përgatitur. O për rinegocim, o për arbitrazh ndërkombëtar. Nëse ju e votoni, na veç ju dëshirojmë suksese, s'kemi që me bo, i lom që të letra që të kuj kemi pru dhe kur që kërkuj. Faleminderit. Pyetjen dytë për klarimin. Normal që në fillim të takimit edhe tani interesimi i kryetarës ishte që të dihet a ka intervenime në hartat të cilat janë përdorur nga ish komisioni. Ajo që ne kemi shkruar si komision, edhe që kemi hasur si komision, edhe pse dokumentacionin original të komisionit të hartave nuk e kemi pasur, por e kemi pasur raportet e tyre të cilat kanë qenë të publikuara në webfaqe të qeverisë së Kosovës. E kemi analizuar në komplet materialin dhe atje kemi hasur se ka intervenime në hartat originale të kohës ose në hartat cilat janë. Ka shumë dëshmi, unë ju kisha lutur juve të gjithëve që vëmendjen ta keni në hartën e cila është e paraqitur në projektor. Harta e cila është e paraqitur në projektor është harta 1.25.000 plan seta Çakar. Hartën origjinale e kemi me veti dhe mund të konstatohet se edhe në hartën origjinale nuk ka kufi, asnjë lloj kufiri nuk është, ndërsa në hartën të cila është nga dokumenti, se para keni dokumentin ish komisionit, do të thonë ato që është kërkuar nga qeveria e Kosovës, kjo është të gjitha hartat e cilat janë origjinale që nuk kanë kufi, në hartën origjinale nuk ka kufi. Do të thotë asnjë lloj kufiri nuk është në hartën origjinale. Çka ka? Është e njëjta hartë. Në asnjë nga këto harta e njëjta hartë. Jo, me sa përmet. Ndërsa po e shihni atje një vi ngjyrë kafe në të kuqe, është vendosur mbi hartën origjinale, e kjo vi ka të bëjë me kufirin sipas marrëveshjes. Janë disa lloj kësa hartash dhe ju kur të keni materialin përpara, ju e shihni këtë vi në hartë dhe ju mendoni që është vija nga harta dhe është kufiri nga harta. De facto nuk është. Harta origjinale nuk e ka kufirin dhe se ky kufi është i mbihypur ose i vendosur pas kohe. Ne kemi shkruar në raport se dim kush e ka vendosur. Nga dikush, por që është shfrytzuar nga komisioni, mund të jetë nga komisioni, mund të jetë nga dikush tjetër, por kjo vi është mbihypur. Pastaj, çka është më e keqja, është e rritur një pjesë, shiqoni në pjesën e kornizës, është e rritur për të treguar se ka kalon kufiri. De facto harta origjinale nuk e ka këtë kufi. Te këto harta të cilat nuk kanë kufi, ne kemi konsideruar që janë të tepërta në material, për arsye se juve mund t'ju hutojnë, apo nuk ka pas nevojë t'hini në bisedime, sepse si të bisedosh, si me biseduni me juve me një hartë e cila s'ka kufi. Shumë thjesht mund të thonë kosh kufiri. Po ja çe harta, po kufiri kosh. Do të s'ka kufi. Kanë qenë hartat me kufi, janë hartat origjinale të cilat e kanë kufirin, edhe një herë. Që t'jemi të vëmendshëm se secila fjalë tash çon pesh. Hartat e të njëjtit institut, të njëjtë
persona, kushtimisht po tham, po të njëjtë procedurë të punimit, të njëjtit shtet, të njëjtës vlerë kanë kufi, po nuk janë përdorur. Do të thotë, ato harta të cilën kanë kufi janë gjithsej 4 harta dhe një pjesë quhet metohia, është shumë e vogël në detim të mojës Poglet. Të 4 hartat e PS, 3 e kanë kufirin, ndërsa njëra nuk e ka kufirin, ato quhen PA 1, PA 2, PA 3, PA 4. Në materiale keni vetëm PA 4, që se ka kufirin. Ndërsa PA 1, PA 2, PA 3 nuk janë të prezentuara. Është e prezentuar vetëm një hartë që është si në kjo e PS, 1, 2 dhe 3, po vetëm njëra, e cila ka ardhur, nuk di ka ardhur, por i ka disa vula të cilat e prezentojnë disa institucione të sigurisë apo dhe institucione tjera të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por mbi atë hartë dikush me marker ka bë kufirin e vitit 1945. Hartat me siguri katastri ka origjinale, ne kemi kopjet. Po thamë edhe njerë që janë nga Shtetet e Bashkuara, vulat ekzistojnë në to dhe vulat thonë që janë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se tash, kush kalu me këta kufina nuk e dim. Dhe cili ka qenë qëllimi i prezencës së këtyre kufive në këto harta, që s'kan kufi prap nuk e dim. Ose ndoshta kishte me qenë më e drejtë, mi vendos 2 kufit. Edhe kufirin e vitit 1945, edhe kufirin sipas marrëveshjes, dhe atë deputetët kishin mund të vlerësu cili është kufiri i saktë. Ose për cilin kufi mu orientu. Në rastin e tilla kemi vetëm një kufi. Ka edhe një pyetje për mua edhe po barti fjalën të tjerë të antarë, a ka pjesë të menaxhuar nga Mali Zi e që tani mbeten në territori i Kosovës? Po. Ka. Edhe kjo ka qenë çudia më e madhe që unë e kam paraqitur tash e 3 vjetën më parë. Si është e mundshme që territorin të cilin e kemi menaxhuar ne me një sipërfaqe shumë më të madhe të shkoj në Maltezi, e territori shumë i vogël, dikon rreth 700 hektar, që e ka menaxhuar Malezi ton kohën të vi tash tek ne. As më keq, kur në territor kena jashtëzakonisht shumë vështirë të kemi qasje. Sepse terreni është i tillë. Terreni është i tillë i parë që më duhet më shku në Rozhaj, e për Rozhajës me hyjë tek sipërfaqja jonë. Domthon ka. Dhe ky ndoshta është solucioni më i mirë, me rishiku edhe një herë se pse kontrolli efektiv në për territor është në rrugë. Dhe si mund të vim deri tek një qasje më e mirë territoriale. Faleminderit.